Seancës të nderuar deputet, sot diskutojmë një projekt ligj me rëndësi thelbësore për sigurinë kombëtare dhe për përmbushjen e objektivave strategjike të vendit në rrugën e integrimit evropian, projekt ligjin për kontrollin e kufirit shtetëror. Ky projekt ligj nuk është thjesht një ndryshim teknik apo formal, ai përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt forcimit të kapaciteteve tona shtetërore në menaxhimin e integruar të kufive, drejt forcimit në përputhje të plotë me standardet e Bashkimit Evropian dhe kodin e kufive me Schengen. Në këtë nismë ligjore, ne jo vetëm përmirësojmë kuadrin ligjor ekzistues, por hedhim një hap tjetër drejt sigurisë moderne, efikase dhe të integruar. Risitë që sjell ky projekt ligj janë të prekshme dhe me impakt konkret. Së pari forcohet bashkëpunimi ndërinstitucional dhe ndërkombëtar nëpërmjet krijimit të qendrës kombëtare të menaxhimit të integruar të kufive, e cila do të jetë një hall kyçe në koordinimin e informacionit dhe veprimtarisë ndërmjet agjencive të ndryshme shtetërore dhe partnere dhe europiane, përfshirë Frontex dhe organizma të tjerë ligjzbatues. Së dyti rritet siguria në zonën e verifikimit kufitar përmes përcaktimit të qartë të një zone 2 kilometra brenda territorit ku rojat kufitare mund të ushtrojnë kompetencën e tyre në mënyrë të ligjshme dhe të kontrolluar. Së treti, projekt ligji parafron edhe një herë dhe inkorporon dispozita të rëndësishme të Bashkimit Evropian, si ato që lidhen me sistemin e mbikëqyrjes së kufirit, me të dhënat për pasagjerët si dhe për rregulloren lokale në zbatim të kontrollit kufitar, çka jep dimension praktik dhe lehtësues jetës së qytetarëve që jetojnë në zonat kufitare. Së katërti, projekti luan një rol kyç në luftën kundër migracionit paligjshëm, krimit të organizuar dhe trafikeve ndërkufitare, duke fuqizuar kapacitetet teknike, operative dhe ligjore të forcave tona të rendit në pikat e kalimit kufitar dhe në të gjithë gjatësinë e kufirit shtetëror. Së pesti, kjo iniciativë rrit besimin e qytetarëve tek shteti dhe institucionet e tij, sepse tregon qartësisht se Shqipëria është një vend serioz në përmbushje të detyrimeve të saj europiane, por mbi të gjitha një vend që investon për të garantuar rend, siguri dhe sovranitet. Të nderuar deputet, jemi të vetëdijshëm për sfidat që vijnë nga zhvillimet e sigurisë në rajon dhe më gjerë. Prandaj ky projekt ligj është edhe një përgjigje e qartë dhe e koordinuar ndaj këtyre sfidave, një akt që na ofron dhe na afron më shumë me Bashkimin Evropian, jo vetëm si aspirat politike, por si funksionalitet real i një shteti të së drejtës dhe sigurisë. Ftoj të gjithë kolegët ta mbështesim këtë nismë ligjore, sepse siguria kufitare është baza e çdo zhvillimi tjetër demokratik, ekonomik dhe social të vendit tonë. Faleminderit. Faleminderit, ministër.